hapen aplikimet për kredi të buta për policët, përfitojnë vetëm 25 efektiv nga 12.000 në total. Në 11 mars janë hapur aplikimet për kredi të buta, ku 90 kuota janë marrë nga Ministria e Brendshme. Për këtë vit, nga ndarja që është bërë nga Ministria e Brendshme, vetëm 25 efektiv policie nga 12.000 në total do të kenë mundësinë që të marrin kredi të butë. Pra këtë vit, vetëm 0,002% e punonjësve të policisë mund të marrin kredi të butë. E thënë ndryshe, 1 në 500 polic do të përfitojë kredi të butë. 15 kuota do të ndahen për gardën, 10 për AMP, ndërsa 40 kuota të tjera do të jenë për aparatin përbërës të Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të varësisë. Aplikimi për kredi të butë do të bëhet në portalin e-Albania, pasi në bazë të disa kritereve do të bëhen dhe pikat se kush përfiton dhe më pas del në komision. Praktikisht, një nga institucionet më të mëdha në vend, Policia e Shtetit, që ka në organikën e saj 12.000 punonjës, duhet të ketë edhe numrin më të lartë të kuotave. Madje kur u bën ndryshimet në ligj, u deklarua që përfituesit më të shumë do të jenë punonjësit e policisë. Ky është viti i tretë që përfitohet kjo kredi. Në 2 vitet e para, vëmendja dhe fokusi ka qenë tek Policia e Shtetit. Pra në vitin e parë 100% e kuotave kaluan këtij institucioni, ku rreth 100 punonjës policie në vitin 2023 përfituan nga kredia e butë, ndërsa në vitin e dytë u ndan mes Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Autoritetit Mbikëqyrës Policor në total rreth 300 kuota. Ndryshe nga vitet e shkuara, kur pjesë e komisionit të vlerësimit të aplikimeve ka qenë edhe një zyrtar nga Policia e Drejtësisë, kësaj here komisionet e vlerësimit drejtohen nga Ministria e Brendshme. Nga mediat janë parë dokumentat e hartuara nga Ministria e Brendshme dhe ajo që është vënë re është fakti se në komisionet e vlerësimit të aplikimeve përfshirë edhe sekretarin teknik në mbështetje të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave dhe mbështetësit e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave përbëhen vetëm nga punonjës të ministrisë dhe nuk ka në mesin e tyre asnjë emër nga institucionet përkatëse përfituese të kuotave.